Ka nisur zyrtarisht mëngjesin e kësaj mërkure puna për demontimin e urës së Dragostunjës, në vendin e quajtur Arrat e Gurrës, në aksin kombëtar Librasht-Prenjas, pasi struktura u shkatrua rënd nga rëshqitja dhe fundosja e tokës. Ura pësoi dëmtime fatale pas një lëvizje të fuqishme të masivit të dheut, që destabilizoi themelet dhe bëri të pamundur çdo ndërhyrje riparuese. Specialistët e terrenit konfirmuan se zhvendosja e trupit të rrugës dhe çarja e shtresave mbajtëse e kanë nxjerrë jashtë funksionit totalisht strukturën ekzistuese, duke e kthyer në një rrezik potencial për qarkullimin dhe sigurinë publike. Procesi i demontimit po kryhet me mjete të rënda dhe nën masa të rrepta sigurie, për shkak të paqëndrueshmërisë së terrenit. Zona vijon të konsiderohet me risk të lartë gjeologjik, ndërsa lëvizjet e tokës raportohen ende aktive në disa segmente përreth. Shembja e urës në Dragostunj ka thelluar krizën e qarkullimit në këtë arterie të rëndësishme lidhëse, duke izoluar përkohësisht komunitete të tëra dhe duke devijuar trafikun në rrugë alternative rurale, të cilat nuk përballojnë fluksin e lartë të automjeteve. Autoritetet pritet të hartojnë një projekt të ri për ndërtimin e një strukture të re, më të qëndrueshme dhe të përshtatur me kushtet gjeologjike të zonës, ndërsa banorët kërkojnë transparencë për afatet dhe garanci për një zgjidhje afatgjatë. Ndërkohë, në Arrat e Gurrës vijon një betejë me kohën dhe natyrën për të rikthyer normalitetin në një nga segmentet më problematike të qarkut.